Do vdesësh, gruaja i kërkon bosit të drogës për t'i vrarë burrin, zbulohen mesazhe, ti dhe dashura jote. Detajet rënditëse janë zbuluar në gjykatën e Kurorës në Winchester, ku po zhvillohet gjyqi për vrasjen brutale të Danica Aleni, i cili humbi jetën pasi u sulmua me acid në shtëpinë e tij në Plymouth. Sipas prokurorisë, ish bashkëshortja e tij Paris Wilson i kishte dërguar një mesazh kërcënues vetëm 4 ditë para sulmit fatal. Të uroj ty dhe të dashurës tënde të përfundoni me acid në fytyrë, thuhet se i kishte shkruar ajo viktimës. Në 21 shkurt 2025, 2 persona hynë në banesën e tij dhe i hodhën acid sulfurik, duke i shkaktuar djegje të rënda në të gjithë trupin. Ai u dërgua në spital, por ndroi jetë 10 javë më vonë, në 3 maj 2025, si pasojë e plagëve të merrësisht të mëdha. Prokuroria pretendon se Paris Wilson, nëna e një fëmije dhe ish punonjëse shërbimit provës, i kishte zbuluar vendodhjen e ish bashkëshortit të njohur si Frost, një trafikant droge me bazë në Dubai. Kennedy dyshohet se kishte organizuar sulmin pasi Dani detyroi rreth 120.000 pound para që ai kishte humbur në lojra fati nga fitimet e një rjeti kriminal. Prokuroria e çështjes tha se Wilson pranoi të bashkëpunonte me Frost me bindjen se do të përfitonte financiarisht. Ajo e bëri këtë sepse do të paguhej edhe pse mendonte se Dani e meritonte të lëndohej, u tha në gjykatë. Gjykata dëgjoi se përpara sulmit fatal, Dani kishte marrë kërcënime të vazhdueshme për vdekje. Në një nga mesazhet, Forst i shkruante: do të vdesësh, do t'i paguaj që të nxjerrin syt nga koka. Në 19 janar 2025 u raportua edhe një tentativ rrëmbimi kur 3 burra tentuan ta nxjerrnin Danin nga makina e tij. Ai arriti të largohej, i përshkruar nga dëshmitarët si tmerruar dhe me sy të zgurdulluar. Prokuroria theksoi se Wilson ishte vetmja që mund ta dinte vendodhjen e saktë të viktimës ditën e sulmit, pasi ai po sillte vajzën e tyre në shtëpinë e saj ato mëngjes. Në mesazhe drejtuar nënës së saj, Wilson shprehej se ishte e shqetësuar për karmën, por se Dani e meritonte atë që po i ndodhte. Në 21 shkurt 2025, 2 autorë në banesën e Dani dhe sulmuan atë me acid sulfurik duke i shkaktuar djegje fatale. Prokuroria tha se nuk ka asnjë dyshim se bëhet fjala për vrasje të qëllimshme ose të paktën për synim për të shkaktuar dëmtime jashtëzakonisht të rënda. Paris Wilson mohon akuzat për vrasje, pjesëmarrje në aktivitete të krimit organizuar, tentativ rrëmbimi, plagosje të rënd me dashje dhe vrasje pa dashje. Në gjyq janë gjithashtu edhe 9 të pandehur të tjerë, të gjithë duke mohuar akuzat ndaj tyre.